Mbrëm rreth orës 22:30 në afërsitë të digës së Glazhnjës në komunën e Likovës është shembur kodra duke bllokuar rrugën që lidh Likovën me fshatrat e malësisë së Karadakut, si shkas për shembjen e kodrës supozohet të jenë shirat e shumta të këtij viti. Ja, këtu mbrapa shihen pasojat nga shembja e mbrëmshme e kodrës në komunën e Likovës. Kjo shembje ka shkaktuar edhe ngecjen e qarkullimit të lirshëm për banorët e fshatrave të Malësisë, Llukar, Goshinj, Brez dhe fshatrat tjera. Edhe përkundër faktit se rruga është bllokuar nga gurët e shembur, megjithatë banorët me shumë vështirësi arrin të lëvizin me automjetet e tyre, gjë që i regjistroi edhe syri i kamerës son. Por megjithatë banorët e Malësisë janë të revoltuar se nuk është ndërmarrë asgjë për pastrimin e rrugës, pasi që druajnë se mund të mbeten të bllokuar. I kanë lajmëruar pi proma, ma kur s'ka marrë mosa. Valla s'kemi shpresa hiç ndo. Që është që po mujmi që është. Nga ana tjetër, kreu i komunës Sadullah Duraku qetëson situatën pasi që gjatë një bisede telefonike na njoftoi se më së vonti gjatë ditës së nesërme rruga do të pastrohet dhe qarkullimi i njerëzve dhe automjeteve do të rrjedhë normalisht.